E pëlqeva një përkthim një vllau që kish bë, një hoxha janë nderuar për Preshevës, Hoxha Valdet. I kish bë një përkthim, pëlqeu shumë kjo fjalë. Thoshte, rinia e sodit, të një hoxhës arab, ky laf. Rinia e sodit ka marak edhe qën pesha të rënda, bodybuildinga, boldera tika. Edhe frajerate pas e kështu t'i galxen. Dhe nuk është peshë e rëndë për të 20 kg, 30, 40, 50, veç që qënë peshën të natë dhe frajerat. Me për rinin e sodit është shumë peshë e madhe, një organ në masabajt me e qumë. Shumë rëndë i duket. Me hek i organin, me shku me marë abdes dhe me falë namaz, shumë e rëndë i duket rinis tonë, lazëm. Se jemi të e forcu materjen, trupin, e kem dopsu shpirtin. Kur të bodybuilder shpirti me iman, e qotë në vend, lepëra, të kak, merë abdes, shkon gjami edhe është i gëzushëm. Muslimani që ka iman të fort në Allahun dhe dashnin dhe Allah dhe pejgamberit a.s. Aja është i gëzushëm vlazëm. Aja është i gëzushëm. Ati a sheftyrën të kesh, aja nuk ka i mërzit shëm. Taj nuk ka pesimizëm. Taj nuk ka që mu ka ftof kjo vend, bre, kisha ik në vend. Taj nuk ka vlazën. Ajo është optimist, a gjdo send e këshur me sy lula e shi sendet. Ti therra she, a lula she.